Atë pjesa më e bukur e studios time. Janë fëmijët më të bukur. Nuk dua të bëj këtë dallimin, por emocioni që marr nga fëmijët përgjithsisht, un kam fëmijë autik në studio, ku seanca e tyre është personale, pra ata nuk janë fëmijët e tjerë. Kjo për shkak të nuk do të thënë problemi të tyre, sepse ti je autik nuk është sëmundje. Ti je i veçantë. Ti je i veçantë dhe je po aq kreativ, më shumë kreativ se fëmijët e tjerë. Patjetër vinë sepse i bën shumë mirë, kjo gjithmonë pasuar nga fjalët e logopedëve ose mjekëve që prindrit i ndjekin. Unë marr informacion sa mundohem çdo ditë të lexoj për ta. Duhet ja bëj më të thjeshtë. Gjithmonë i ri sepse duan pak më shumë vëmendje se fëmijët e tjerë, duan më shumë angazhim dhe ja bëjnë super shumë dashuri. Përveç fëmijëve të vegjël që kam pasur edhe seanca që më kanë ardhur fëmijë të rritur autik, që kemi domethënë të qendrave këtu në Tiranë, që më kanë ardhur me grupime. Disa prej atyre i kam dhe në Instagramin tim dhe për ato video të gjithë më kanë thënë sa shumë dashuri i jep këtyre, ndërkohë shumë dashuri jap gjithë fëmijëve të rriturve, por mendoj që ata meritojnë pak më shumë.